Ilir Meta dënohet nga Komisioni Disiplinor pas intervistës live nga Qilia, ja vendimi që mor për ish presidentin. Një intervistë përmes celularit në televizion i ka kushtuar Ilir Metës ndalimin e aktivitetit sportiv. Tedi Blushi në një deklaratë për media zbuloi se Meta është dënuar nga Komisioni Disiplinor i Burgut Jordan Misja me 10 ditë për të mos ushtruar aktivitete sportive. Ky vendim sipas Blushit është marrë sepse Meta realizoi një intervistë live me telefon me gazetaren Beti Njuma. Partia e Lirisë dënon gjithashtu me forcë edhe përpjekjet kriminale të narko-regjimit që pasi i kufizoi lirinë e lëvizjes duke izoluar padrejtësisht në mënyrë krejtësisht qesharake, po tenton të heqë presidentit Meta edhe lirinë dhe të drejtën e fjalës për të komunikuar me gazetarët. Partia e Lirisë dënon gjithashtu me forcë edhe përpjekjen kriminale të narko-regjimit që pasi kufizoi lirinë e lëvizjes duke izoluar padrejtësisht në mënyrë krejtësisht qesharake, po tenton të heqë presidentit Meta edhe lirinë e të drejtën e fjalës për të komunikuar me gazetarët. Rasti më qesharak ndodhi në Komisionin Disiplinor i EVP. Jordan Misja dënoi presidentin Meta me 10 ditë për të mos ushtruar aktivitete sportive në ambientet e paraburgimit vetëm pse pak ditë më parë realizoi një intervistë live me gazetaren Beti Njuma. Zgjatja mafioze atentatit e hetimeve për presidentin Meta në mungesë totale të provave që kur nuk do të gjenden sepse nuk ekzistojnë është një akt rësisht politik që është urdhëruar publikisht në Asamblenë e Partisë Socialiste nga Edi Rama në 7 maj të vitit 2022. Që e dënoi me forcë më të madhe në 32 vite shërbim publik, kur nuk ka dhe nuk do të mund të gjendet një akt, një provë, dokument, vendim apo veprim i paligjshëm i presidentit Meta. Masa e arrestit do të ankimohet edhe në gjykatën kushtetuese për të shtëruar dhe ezauruar gjitha procedurat e brendshme në mënyrë që kjo çështje të mbërrijë sa më shpejt në Strasburg, tha ai.